الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allah subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, Ramazani erdhi dhe shkoi, 10 tashi i Dhulhijjit erdhë dhe shkuan, ditët më të mira të vitit, jemi në ditët e Teshrikut, edhe këto kanë me shku. Besimtari gjatë tyre ditëve dhe gjatë tyre sezonave të adhurimit ishte mes adhurimeve të ndryshme, të lloj-llojshme, mes namazit e agjerimit, sadakas e duas, kurbanit edhe tekbirave, e kështu me radhë. Mirë po parashtrohet pyetja, a tu vallë me kalimin dhe përfundimin e këtyre sezoneve të adhurimit, përfundon edhe mundësia për të fituar sevape dhe për të bërë mirë? A tu vallë tregu ose pazari i tregtisë me Allahun subhanahu wa ta'ala me kalimin e këtyre ditëve sezoneve ka përfundu? A tu vallë besimtari duhet me prit edhe vitin tjetër dhe sezone tjera për me bërë mirë dhe me fitu sevapet e Allahu xhalla xhelalu? Gjithsesi se jo. Për arsye se Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thonë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", dhe ti adhuroje Zotin tanë derisa të vjen vdekja. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ka thonë: "Inna Allaha lam yaj'al li amali al-mu'mini ajalan duna al-maut." Allahu nuk i ka lënë punës mirë të besimtarit do një ajal, do një përfundim, do një afat përveç së vdekjes. Pra, përderisa frymon, përderisa je gjallë, ende është gjallë mundësia për të bërë mirë dhe me fitu sevapet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Për arsye se malli i Allahut është i shtrenjtë, malli i Allahut është xheneti, dhe ky xhenet i shtrenjtë nuk blehet me pretendime, nuk fitohet me laf gjuhe, nuk fitohet me përtasi edhe me koprasi, po fitohet me vendosshmëri, me përpjekje, mundë dhe sakrificë. Kur besimtari o vëllezër mundohet dhe bën punë të mira, mundohet të shfryzon këto punë të mira, këto sezone të adhurimit, pas përfundimit të sezoneve vjen një gajlje tjetër e që është a thu vallë Allah na i ka pranu këto vepra. Nëse do me ditë përgjigjen, Allahu veprat tuja i ka pranu, këshirës qiellin tonë e ke ndryshu. Nëse e ke ndryshu prej keqës në të mirë, ose prej të mirës në të më të mirë, atëherë kjo është shenjë që Allahu veprat e mirat i ka pranu. Gjithashtu nëse do me ditë Allahu ati ka pranu veprat, këshira je a ki vendosshmëri dhe a ki kontinuitet. Për arsye se puna e mirë duhet mu vazhdu dhe nuk është e logjikshme që dikush të shfryzon mirë sezonet e adhurimit dhe pastaj të ndërpret keq punën e mirë. Ibn Kaimi rahimahullah ta'ala thot: inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Prej shpërblimeve dhe sevapeve të punës mirë është me vazhdu me punë të mirë pas asaj. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të shpërblen dhe ta ka pranu punën e mirë, ka me të shpërblyen disa forma dhe njëna prej formave është me ta mundësu një punë të mirë tjetër. Thot Ibn Kaimi rahimahullah ta'ala, kur ta bën të dytën, thot e treta veprom edhe mu. Kur ta bën të tretën të mirë, thot e katërta veprom edhe mu, derisa të shtohen shpërblime dhe punë të mira. Thot ndërsa nëse i ndërpret punë të mira, i ngushtohet gjoksi, i ngushtohet dunjaja dhe pse është e gjanë.
dhe i ngjan peshkut i cili ka dalë prej detit, prej ujit, nuk mundet me nejt rahat derisa të kthehet në ujë, por ndryshe përfundon keq. Kështu është edhe besimtari, që duhet më ratu, më kënaq dhe më lumturu me punët e mira. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur vetën se cila punë është më e dashur te Allahu, çka tha? Tha adwamuha wa in qall. Tha ja punë që është e vazhdueshme, edhe nëse është pak. Edhe nëse është pak. Për arsye se vëllazër, në rrugtimin tonë që e kena drejt Allahut, ma mirë është me bon për çdo ditë ka një hap të vogël se sa një hap të madh për çdo vjet. Pra, në vend se me bon një hap të madh për çdo vit, bane një hap të vogël për çdo ditë. Se kështu kemi mri ma sigurt te Allahu subhanahu wa taala. Lusim Allahun xhalla xhelalu që Allahu të na i pranon veprat e mira. Lusim Allahun subhanahu wa taala që punët e mira neve të na ndryshojnë për të mirë. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të jemi për atyre besimtarëve që nuk i ndërprejnë punët e mira. Po i vazhdojmë derisa ta takojmë Allahun xhalla xhelalu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.